shëruesi e shafi. Atë kanë lodh dhimbjet, atë kanë raskapit smundjet, deri në atë pikë sa jeta duket pa ngjyra, e zymt dhe pa shpresë. Ai e lodh të ecë korridoreve të spitaleve, të shku prej një mjeku në tjetrin, të i ngatro emrat e klinikave, datat e kontrollave, e ftyrat e pacientëve që të kujtojnë dhimbjen tanë. A ke ndi najherë që trupi s'po munet mo? U lodh, e shpirtit po i mungon qetësia, sigurisht që po. Atëherë ndal pak dhe dëgjo këtë emër të bukur që vjen si dritë në shpirtin tënd. E shafi, shëruesi, është vetëm Allahu. Është Allahu që shëron pa mjek, pa ilaçe, pa arsye njerëzore. Është Allahu që jep forcë trupit tënd, e qetësi shpirtit lodhën tënd. Kur mjekët t'japin diagnoza, Allahu është ai që vendos shërimin. Kur ilaçet dobësojnë trupin, Allahu është ai që forcon zemrën. Kur askush se kupton dhimbjen tënde, Allahu e ndin para se ti me i thonë. Mos harro, çdo dhimbje që ke, është thirrje e butë prej Allahut që të kujton, kthehu te unë, se unë jam shëruesi yt. Leje shpirtin tënd me marr frymë këtë emër të mëshirshëm, e shafi, shëruesi. Thërre me dashni, me lot e me shpresë. O Allah, o shafi, shëroje trupin tem, por edhe shpirtin tem, se shërimi i vërtet s'është veç mos me pas dhimbje, por me pas paqe në zemër.